Për gatishmërinë tuaj, jam këtu sot para jush për me përgënjeshtru një lajm që është dhënë dje kundër meje. Se unë kam thuj banesa, unë kam një pronë që pat edhe ju me dokumentat të rregullta, e kam një të gjitha procedurat ligjore deri më sot. Jam me do banor aty që e kanë pushtu prej vitesh dhe nuk një gjojnë me dalë. Për marrimi i shtetit tash e ka marrë për sipër për me liru banesat mia, me ka dorëzu deri më sot 2 banesa që janë bosh që ishin duke ra mren, edhe është në procedurë në vazhdimsi për me liru krejt banesën. Këta nërhyjnë sa herë që çon shkresa nërhyjnë të policia nga ta afërm tyne për mos me bë mbështetjen e përmarrimit për me liru banesën, por megjithatë unë besoj që shteti do funksionoj. Besoj që do të nikoj, kam shpresë edhe të ky ministri i ri që po vehet, do në zoti dhe nikon gjithçka për mirë. Ju baj thirrje që edhe medjave që mos t'japin lajme pa ditë se që janë të llonë, herë tjetër se unë jam nervozu, me thënë drejtën, kur i kam nisë, i kam pavundje një për këtë gjë. Edhe herë tjetër nëse më nol një gjatë tillë, unë do ju kërkoj edhe medjave dam problem moral për këtë gjë. Unë as nuk jam kam akt dashikimie, kam akt marrëveshje, kam akt dhurimit, kam akt pronësiet, i kam të gjitha, i kam me dokumentacion të rregullt, të gjitha ja u laj kopje, ja u vend dispozicion, e mund t'i çonin prokurori ku doni ju, se i kanë çullë këta, edhe i ja shpreh edhe gjykata, edhe prokuroria, edhe të tana institucionet më të larta më drejtësisë. Prej sa vitesh është konflikti me banorët, dhe sa është numri i familjeve që janë për kjo? Aty janë prej 10 vitesh që jam unë në konflikt me ta, se e kam privatizu, e kam pagu shtetit gjitha paret, e i pagu i taksat edhe sot për te, edhe këta janë as pagu i qiro, as mu, as shtetit, po janë disa që edhe i mi kanë lëqu banesat mia me qiro. E disa i majnë të mëllona, e kanë edhe ka 2-3 banesat vedat. Si keni siguru këtë pronjë? Si keni siguru? Unë e kam dhurume nga njëri baba jem me trashëgimit babës tem. E kam me akt në trashëgimis edhe me testament, edhe me tona, edhe me drejt parablerë, me gjitha, i kam të gjitha dokumentat e rregullta. Edhe i jo vend dispozicion e mund t'i investikoni ku doni ju. Se kanë shteti mi zjarë jashtë? Por se këta ndërhyjnë tek policia, tash kjo nuk e di, është mos profesionalizim është edhe nikojnë edhe të policia, se kanë të afërm në atje në polici, që nikojnë për mos me mështet për marusin. Për 10 vitesh? Po, për 10 vitesh. Disa për marus mitë privatësi që kam ba pro me privatin, mi kanë korruptu, sa jam detëru me i qu për njëke penale për marusit privat. Tash i do në zote për marrimi i shtetit do funksionoj ma mirë, e ma rregull, ka vazhdu. Në hynë shtetit, pëse ti shkën? Jo, nuk kam në hy, unë i kam si që pat ju, me dokument me personal që më ka dërzu për marrimi i shtetit. Nuk kam në hy vetë, më ka dërzu me personal, me venim ka njoftu dhe policin, që i gjonit e vunan 2 banesa në posedim. Po, por ato do t'i zjerë shteti, jo ti personalisht. Jo, për marrimi i ka zjerë, jo une. I kanë zjerë për marrimi. Shkresa e fundit e përmarrimit, çfarë datet ka? 29. Të këtij viti? Po, 29 qershor. E para 20 qershor, e dyta 29 qershor. Dhe pse nuk ka ndërhyrë strukturat e tjera shtetore? Strukturat e policisë janë nërmot të korruptuar Shqipnisë në Shkodër. Për arsye se këta kanë të afërm që nikojnë të policia Shkodrës për mos me u vunë në ekzekutim në shtetit të përmarrimit me u ekzekutu venimi gjykatës. Cilat janë hapat që do të ndiqni tashmë? Unë ja kam lënë përmarruesit shtetit, përmarrimi shtetëror, kryetari i zyrës përmarrimi shtetëror, më ka thënë që na do të njegëm me përparësi këtë punë, edhe ai ka ballë kallëzim penal në prokurori për komisariatin e Shkodrës, edhe unë nërkohë, por mu m'ja ka pushu prokuroria se i kanë punë të lidhuna bashkë, siç e dini ju dhe ju, por gjykata do venos. Unë e kam ankimu, kallëzimin që kam basi ma ka pushu për policin që nuk e kam shtet, kam edhe dokument prej prefektës si hek vrejtje policisë për mos shtetjet për marimit, i kam gjitha, unë dhe t'ja paraqes gjykatës. Çfarë kërkoni ju saktësisht tashmë? Kërkoj për i policisë se gjitha njëto defekte janë
defektit policisë për më na çu në vetgjysi si mushi këta banorët, të paligjshëm. Se këta kanë edhe ka 2-3 shtëpia çojnë pronat mia me qirak. Sa është sipërfaqja në total që ju duhet të merrni me dokumentat që keni? 1800 sa metra, si që po të dhe ju në certifikat, unë thash do t'ja u vend dispozicion, do t'ja u la një kopje që ju muneni me investiku në tëna institucionet e në tëna instancat ku të doni ju. Faleminderit.